edhe Turqia tha, është ishulli i mbrojtjes së Mesdheut, është ishulli i Otrantos që ka të bëjë me sigurinë e Mesdheut të Ballkanit, veçanërisht Shqipërisë. Shikoni historinë, kush e ka përdorur historikisht ishulli Sazanit, dhe kush ka luftuar gjithkohën ta ketë këtë ishull tepër madhor me vlera strategjike. Dhe Edi Rama nuk mund të them biri Shqipërisë tani, e jep pasë përgjegjësi, fshehurazi, një mafje. Mua nuk më duhet as Trumpi dhe as kush tjetër, mua më duhet atë dheu im, atë dheu babait, mua më duhet populli im, mua më duhet sovraniteti im, më duan fëmijët e mi dhe gjithë fëmijët e Shqipërisë. Prandaj ka pat mundësi të isha milioner dhe si në këmbë, se s'kam pranuar asnjë lloj korrupsioni dhe krimit organizuar. Nësa krimin organizuar e Edi Rama gritin në sistem, ku 95% e pasurisë kombëtare e kanë vetëm 3.5% e popullit shqiptare. A kuptoni? Ai bëri genocidin ekonomik për largimin e 2.1 milion shqiptarëve dhe tani po na bie nga Afrika dhe nga Azia shëmbëtor, dhe do të vijë Izraeli të shfrytëzojë dhe të marrë tokën e Shqipërisë. Pra që strategjia e shpërbërjes dhe shkatërimit të Shqipërisë nuk është një gabim, o strategji e filluar që nga vitet 92, shkallë dhe mbriti tani në sovranitetin e territorit të Shqipërisë. Shumë e thellë tradhtia, nuk janë llafe, janë fakte, do di. Populli shqiptar, ky popull i shkëlqyer me të vend të begat, fat keq për këta që paguan, duhet të vazhdojnë luftën me vdekje, jo vetë për rrezimin e tyre, para arrestimin dhe burgimin e tyre të përjetshëm dhe sekuestrimin e gjithë pasurive të kësaj bande kriminale që ka vjedhur të popull dhe ka lënë kaq të varfër. Janë 780.000 pensionistë, nga të cilët 500 kanë 200.000, bëjnë luftë buk, ndërsa ata deputetët që komandon ai, u ka bërë 4.800.000 të ardhët mujore. Pra ka krijuar një oligarki politike, oligarki mediatike, oligarki financiare që kanë pushtuar Shqipërinë, llumi që po shkatëron vendin. Zoti Limaj, duke mbetur te ishulli i Sazanit, duhet të sjell një përmbledhje mbi këtë ishull nga arkivat amerikane, që besoj ju duhet ta dini, ku theksohet se ishulli i Sazanit është një shkëmb i thikë me një sipërfaqe prej 2 milje e gjysmë katror. Ai është prej graniti. Të ka dhënë Ivanka. Zonja Ivanka. Ta lexoj deri në fund, domethënë. Kam si pak i kam të unë kam gjitha të filmuara, të regjistruara, të gjitha komentet dhe çfarë është folur për Shqipërinë, Sazani që ka nga bota dhe me ato në vlerë shqiptare. Di shumë mirë kush e ka pasur ishte Sazanit, ç'kan bërë para Osmanëve, si e kanë përdorur gjithçka. Dhe Ivanka na paska në ishull dhe ka shëtit dhe këllë zbathur me 2.7 kilometra. Ivanka ka rap turizëm, se s'ka ku t'i shkojnë lekët dhe lekët, por kushteri nuk ka asnjë lek investim. 1.4 miliard euro i kanë 2 të Arabi Saudite. Dhe fatmirësisht 2 kongresmen amerikanë në Kongresin e Amerikës diskutuan problemin e Sazanit tonë strategjik dhe akuzuan kushterin dhe shoqen e tij dhe Britën, sa thanë kushteri është për vetë tia për ndjekje penale për korrupsion në Amerikë. Pra dhe në Kongresin Amerikan. Duhet ishin gjëman. Mos mendo se nuk ka bi dhe bia Shqipëria që nuk flën gjumë natën, që shikojnë të gjitha burimet informative, i grumbullojnë në Shqip, bën informacionet, ja dërgojnë shtëpisë bardhë në Amerikë, ja dërgojnë Kongresin Amerikan, ja dërgojnë NATO-s, ja dërgojnë shtetet valate. Nuk jemi qorra neve të na marrë në përkëmbë një Edi Rama që nuk ka shkollë, një ignorant që piktor dështuar, kur ne jemi profesora, shkencëtar, general madhor. Zoti Limaj, a është ishulli i Sazanit një çelës gjeopolitik mjaft i rëndësishëm në Mesdhe? Është pika kyshe që lidh Mesdheun me Adriatikun. Është ishulli më strategjik i rajonit.
Prandaj gjithë paraardhësit e Perandorisë Osmane dhe se Perandoria Osmane, Italia, shtetet tjera, e kanë marrur me kohë caktuara ishull e Sazanit dhe ishull e Sazanit që kanë marrë të plot në vitin 1948 Enver Hoxha. Ishull e Sazanit, ishulli i mbrojtjes strategjike të Shqipërisë nga sulmet aerodetare që vinë nga Mezeu dhe shtetet kufitare, bota e gjithë por armatoset. Kur Trumpi ka ngrirë të gjithë bashkëpunimin ushtarak me shtetet anëtare të NATO-s në Europë, i ka ngrirë fare, në vend që zoti Rama të rrisi politikat e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, lere që ushtrinë ka lënë pasje avion dhe helikopter ushtarak dhe në ndërton në Tiranë qytetin e Muxhedinëve kërcënim i madh. Dhe në hapë Kushov gjoja njësi taktike me 2 avion të furnizimit me ajër, pasi avion ushtarak, luftarak, jo. Na jep tani dhe hapësira toksore më strategjike të mbrojtjes së vendit. A ka tradhti më të madhe ai që di ç'është siguria kombëtare? A ka? Shqipëria është e zhveshur komplet, ja është libri në dorë, ja ato e ke. Libri ka dalë tani, lexoj, shikoje. Libri 9. Shikoje kapitullin e 2. Shqipëria, pafësitë e Shqipërisë pas sigurisë dhe kombëtare. Është shifra, fakte, unë nuk merrem me çfarë një çdo tjetri. Unë merrem vetëm me shifra, me komente, hyn në OKB, shikoj ku është pozicioni i Shqipërisë në raporte me shtetet e tjera në Kombet e Bashkuara. Andeja shkoj në Bergj në Europë, ande vini stat, Shqipëria, Afrika Veriut, Edi Rama me qeverinë qiell, populli luftën buk, gënjerë dhe mashtron. Shikoni shifra zyrtare në çfarë gjendje është populli ndershëm, shtresat e mesme dhe të varfërore për ditë, banda e shtuar një pasuri kombëtare. Mua më kanë kërcënuar dhe me vrasje. Lezvin po deshën. Nuk kanë frikë asje unë. Më kanë thënë bile mos dilë masdite. Më kanë thënë dhe mos pi kafe kafenevet. Sepse është mafia që ka eliminuar gjithmonë ata që duan atë dhe unë. Nuk kemi frikë. Bravo qoftë rinisë dhe ne do luftojmë bashkë me ta për çlimin e Shqipërisë nga kjo tradhti kombëtare, të rikthejmë sovranitetin kombëtar, të përzojmë mafia në Sazani, mafia në Zvërnesi dhe kudo tjetër Izraelit vitët Edi Ramës që vate na u falë atje barkas në Izrael. Edi Rama nuk largohet do se nuk e në Beogradi, nuk e në Netanyahu, nuk e në Soros e Amerikës o tri, sepse po të rëzote Edi Rama do i këtë gjitha këto tradhtira, po pasurës ka vjedhur ata. Problemi shumë i thellë, prandaj ai zvarritet dhe bën presion nuk largohet. Kërkon një 972. Dhe do ta paguaj shumë keq. Zoti Limaj, a mendoni se Greqia është duke shfrytzuar këtë situatë në cilën gjendet aktualisht Shqipëria dhe si po e shfrytëzon nëse është duke shfrytzuar? Para 2 ditësh kryetari i Greqisë deklaroi se të gjithë shqiptarët me shtetësi greke që kanë marrur janë 200.000. Janë 200.000 shqiptarë që jetojnë në Greqi, që kanë marrë shtetësi greke nga hallet e mëdha ekonomike që krijoi Berisha dhe Rama dhe Berisha, të cilët ndryshuan edhe kupton apo jo? Të cilët i paguan Greqia dhe deklaroi të gjithë shqiptarët që janë minoritet në Greqi, që kanë shkuar të marrën pjesë protesta, qeveria greke do të paguaj ato ditë që kanë në punët zyrtare. Pra, në qoftë se në vitin 1997, nga divizioni 8 i Këmbësorisë në Janin, 900 ushtarë me uniforma civile hynë në Shqipëri, dhe të nesme hyri zëvendësministri me periodë dhe mua të mësu Shqileri, në 11 dhe ma se i shpegova kërcënimin për Shqipërinë, janë fotografitë e mëdha
në krahun tim kolonel, që luftoja pa dhe unë tim se jeta ime ka qenë luftë jeta ime, bërë deklaratën tek Shqipëri për Otokin, ku përdor ajo rrugë. Tani përdor një rrugë tjetër më parë. Vin nga Greqia, shqiptarët e vërtet, jo me atë qëllim, por i afrohet, por tani të rrëzojnë Edi Ramën, tonë. Pra, bashkimi asaj popullsie shqiptare që Greqi, me këtë revolt të madhe popullore për shpëtimin e dheut, nuk është shpëtim o dialog. Është marrë e hapësirave toksore dhe dretare që janë hequr Shqipërisë. Pra Shqipëria nuk është më 20.000 km2, dialog. Hiqe kilometra katror ka Sazani, hiqe zonet e tjere fare, pra nuk është më 20.000, janë heq kilometrat. Pra është problem dorë, mbrojtjes territorit të Shqipërisë. Këtu problemador. Ka më shqiptar, musliman, a kështu. Jetojnë në Greqia, në Turqia, këtu problemi po shpërbëhet Shqipëria, po merren hapësirat toksor detar saja. Është shumë i thellë problemi. Tani ajo rinia ka kuptuar që të rësullu të bish. Natyrisht, kjo bisedë i zhvilloj me juve është në vazhdimin, janë përfmet që i thente më të ashpra, se më parën në emision të Rolantia Foku, e Vizion Plus i kam traktuar më me duke shpjeguar dhe duke parashikuar të kërcënime dhe në fund që thirrja e mi me madhe që kërkoha Vlorës, Vlora që hodhin në det Italin, Vlora duhet të hedhin det Edi Ramën. Është deklaratë televizive. Populli i Vlorës do nga Vlora, unë ratë palem shqiptar pas janë ndonjatë, e filloi këtë revoltë dhe mori për masat e mëdha kombëtare. Mbi atë dheu nuk ka jetë. Vendin e shpëtojnë vetëm adhetarët patriot idealist. Ata që vinë pushtet për të vjedhur dhe për krimin e mafjes janë tradhtar të kombit çdo vend.